veç dy gjëra. Po, i nderuar deputet, jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që vitin tjetër kam u bë më mirë. Po, është viti i 6 i mandatit tem, po është mas 20 viteve që s'u bë kur gjë, që cilat keni qeverin si ju edhe jo, edhe mas 40 viteve që s'u shtu asnjë megavat në termocentralet tona. Po, mas 6 vjetëve në kohë të krizave të paprecedent. Edhe po, kam u bë më mirë, edhe po duke që s'ka më rri çmimi i energjisë elektrike që peshoj që po ju dhem shumë, se me nxekeni prit këto, sidomos duke menu që po shkojmë në zgjedhje. Deputet thatë 1.000 teravator ka me mri, më falë, 1.000 teravat thatë, si inxhinier ish i dasht me ditë dallimi në mes të teravatorve edhe teravatve, një e dyta ish i dasht mos me i përzit teravat me gigavat. 7.000 gigawatt orë është momentalisht konsumi, jeni të folë për 1.000 terawatt orë që ka me mri konsumi. Në këtë mandat, përveç investimeve në kek që po bëhen, janë nisë edhe 500 milion tjera investime të tjera, duke përfshi edhe në komunën e Prishtinës, edhe fotovoltaike solare, edhe termike, edhe në bateri, edhe shumë investimet të tjera të cilat kur nuk jam bërë në këto 40 vite dhe për këtë jam shumë krenare. U përmenën investimet e kecit edhe të privatizimit, po du me këtë rast me përmen një sen. Është një ndërgënjeshrat më të mëdha që na është thonë najhere si popull, si qytetarët Republikës Kosovës. 300 milion euro kanë me investu, peshesim lirë veç për 26 se kanë me investu 300 milion. Kontrata thot saktësisht 300 milion nëse regulatori aprovon. Kjo do të thot që ato hyjnë në tarifa, kjo do të thot që këto i paguajmë ne. Mos e